Përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini dhe këtë javë, këtu në Zodiac Oracle, si çdo javë edhe këtë javë, të njëjtë gjë do bëjmë, do analizojmë javën se çfarë sjell, si shkon, çfarë vete, si realizohen gjërat. Mirë, le të shpresojmë të jenë, sido që të jetë, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290. Dhe përsa i përket ditës së hënë, miq dhe shok dhe thjesht le të themi favorizimi i fatit ju do. Për çfarë? Për të zgjedhur çështje të cilat mbas ndoshta vetë nuk i zgjidhni dot, nuk arrini dot, nuk keni akses, nuk keni mundësit, nuk keni fondet, nuk keni nuk e di, çfarë do gjë që nuk e keni, vit të tjerë dhe plotësojnë dhe ju çojnë ato realizime që normalisht prisni të keni. Kjo gjë vlen edhe përsa i përket punës tuaj, kjo vlen edhe përsa i përket financave, kjo vlen edhe përsa i përket dashurisë. Nuk i dihet brenda rrethit tuaj shoqëror, mund të ofrohet dikush, t'ju prezantoj dikë dhe thjesht gjërat shkojnë mirë. Përveç kësaj, përsa i përket aspektit personal e kam fjalën, edhe mund të kemi një rikthim ose tendencë për rikthim. Dhe ju, ç'është e vërteta, gjatë nëntorit, që do ta kemi dhe Merkuri retrograd në Akrep, rikthime ose mundësi për rikthime do të keni plot. Tani se çfarë do bëni me to është tjetër histori. Sido që të jetë kemi, nëse keni pas probleme në çift, nuk po flas për probleme madhore, po flas për probleme si çdo çifti ka, atëherë ka shumë mundësi që të kemi rikuperim të këtyre marrëdhënieve ditën e hënë. Në përgjithësi, një debat që mund ta keni pas ose një prishje qefi që mund ta keni pas me dikë, duket se ristabilizohet ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë do i thosha do jepja vetëm një këshill. E keni parasysh ndonjëherë kur duam të shkojmë gjërave deri në fund dhe jemi kurreshtar dhe duam të dimë dhe çfarë po më fshet tjetri dhe nëse nuk jeni gati për të dëgjuar të vërtetën, nëse nuk jeni gati për të përballur me çfarë do lloj gjëje mund të përballeni dhe që e sigurt nuk ka për të pëlqyer, unë do thosha mos e tentoni këtë gjë. Mos i shkoni gjërave kaq shumë nga pas, nuk i dihet kurrë se çfarë do dalin në sipërfaqe dhe për më tepër a jeni të gatshëm ta pranoni realitetin për ashtu si kurse me të vërtet realisht është. Nuk e di, kjo është një moment i ditës së martë që gjëra të cilave ju u shkoni nga pas me insistim, mund t'ju lëndojnë në fund e vërteta që do të mësoni rreth tyre. Kështu që me kujdes ju lutem shumë. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur financiarisht ju ndihmon më tepër, domethënë këtu favorizohet më tepër financat dhe biznesi nëse e keni ose puna në vija të përgjithshme, që do të thotë këtu kemi nis java kështu me mbështetje, duket më qartë akoma ditën e Mërkur, se do të jetë kjo arritja një kredie, marrja një kredie domethënë, as do të jetë një transakcion i rëndësishëm, as do të jetë një person i cili u del garant për punët tuaja ose investimet që doni të bëni, çon si ka, duket se këtu ju pret një sukses i tillë. Por sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita që e intimitetit, nëse duam ta themi dhe kështu, unë ju thash brenda kësaj jave përveç sa financave favorizoheni edhe në marrëdhëniet tuaja në çift. Dhe këtu me të vërtetë juve që keni pas probleme, keni mundësi edhe ditën e martashun, ditën e hënë, por edhe ditën e enjte të pajtoheni, të riktheheni tek njëri tjetri, të rizbuloni njëri tjetrin dhe në përgjithësi marrin frymë ato marrëdhënie të cilat kanë pas problematikat e veta. E do kuptoni që sido që të vej puna, e doni njëri tjetrin, keni nevojë për njëri tjetrin si individ. Mos mbani natë, njerëz jeta shumë e shkurtër për të mbajtur inate këtë palidhje dhe për të shkatëruar nuk e di momentin le të thuash. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është një ditë që shumë qartë ju tregon disave prej jush, s'mund të flasim për të gjithë, por disave prej jush ju tregon që një ndarje është përfundimtare, nuk mund të kemi më kthim pas. Edhe në qoftë se, sepse vërtet po flas për rikthime dhe për momente të bukura që ju japin mundësinë të jeni çift përsëri, por për disa mbase kjo nuk do të vlejë, mbase kjo nuk do të arrit dot të shkojë deri në fund, e diku aty nga mesi diçka prishet dhe përsëri kuptojmë që pavarësisht tërheqjes fizike, pavarësisht tentativës, mund të ketë probleme aq të mëdha në çift saqë ndarja është e paevitueshme. Për të gjithë juve që nuk vlen asnjë nga këto gjëra që tash do të rikthimet e kam fjalën, le të themi që thjesht nëse dikush është larguar nga jeta juaj, është larguar përfundimisht, që ta kuptoni edhe kështu. Mos t'ju lë me fantazira në kokë. Pra kjo është edhe e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë për juve që keni pas probleme me shëndetin tuaj një pikë së pari. Për të gjithë juve që
keni kaluar vështirësi shumë të mëdha, sidomos brenda këtij viti. Për të gjithë juve që po ndërtoni një jetë të re dhe keni pak kohë që po qëndroni në këmbët tuaja, thash keni kaluar vështirësi të mëdha, dita e shtunë ju jep qartësisht të kuptoni se prej këtej në vazhdim çdo gjë është e arritshme, me keqja ka kaluar, sidomos për sa i përket shëndetit, po dhe për sa i përket financave, po dhe për sa i përket stabilitetit në përgjithësi në jetën tuaj, duket se avash këto gjëra po i arrini. Ajo që favorizohet goxha ditën e shtunë është komunikimi, janë idetë krijuese, të cilat iqini më njanë, shënoni, bëni një agent dhe shënoni çfarë idesh keni për sa i përket ardhmës, çfarë doni të arrini, të gjitha janë të mundshme. Në qoftë se keni ide kaq të rëndësishme që me të vërtetë mund të ndryshojnë jetën tuaj, atëherë komunikojeni. Komunikojeni sepse nuk i dihet kurse në çfarë realiteti ju çojnë. Për gjithashtu, ajo çka e shtuna reflektoni jetën tuaj është fakti që kuptoni më në fund që realiteti nuk është gjë tjetër veç se reflektimi i asaj botës tuaj të brendshme. Pra jeni mirë, çdo gjë jashtë është mirë. Jeni konfuz, çdo gjë jashtë është konfuze, është e paqartë. Keni frikë, pasiguri, e njëjta gjë vjen me situata të jashtme, kështu që kuptoni që jeta nuk është gjë tjetër veç se, ose realiteti më saktë, nuk është gjë tjetër veç se reflektimi i botës tuaj të brendshme. Dhe për të gjithë juve që pëlqen manifestimi ditën e shtunë, këtë gjë pikërisht do kuptoni që varet nga këndvështrimi, varet nga objektivat, varet nga dëshira që ka secili për të arritur atë që do, por që kjo gjë të mund të arrihet, duhet me se s'bën të keni ndryshuar së brendshmi, në mënyrë që të mund të rezononi në të njëjtën mënyrë me atë realitet që doni të krijoni. Shikoj se manifestimi është një temë shumë e gjerë që sinqerisht nuk po shikoj askënd të jetë duke e qartësuar dhe sqaruar ashtu siç duhet, me të vërtetë. Mund të bëj ndonjë video ta shikoni tamam se si qysh tek duhen bërë gjërat tamam. Dhe prap është përvojë personale, secili do kohën e vet për ta kuptuar këtë gjë. Pra, e hën, e martë, e mërkure, e inte, premte, e shtunë, dhe na mbeti e diela, e cila çfarë na thot? Na thot që jemi çik të shqetësuar, sidomos juve prindërit për fëmijët tuaj, sidomos juve që thash keni kaluar ca probleme me veten tuaj, shëndetësore, ekonomiko-financiare, por që këtu më tepër shqetësimi nuk është për veten tuaj, është për një personin tuaj të dashur, ndoshta një prind që ka shqetësim për fëmijën e vet, që sidomos nëse është adoleshent, ky fëmijë, një person i cili është i shqetësuar për financat e veta, për një situatë të vështirë që po kalon ekonomiko-financiare ose në familjen e vet. Është e përkohshme, nuk do zgjasë gjatë. Çdo gjë ka për tu sistemuar, rikuperuar, është një moment reflektimi, mos u tremni dhe mos u shqetësoni. Është e përkohshme totalisht, por që diçka ju mëson. Kjo është ideja. Shenja ime shumë e dashur e Demit, mirë se më vini përsëri në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Tani, po të mendosh që kemi një trekëndër shumë të bukur që po krijohet këto ditë dhe që përfshin të gjitha shenjat e ujit, emotiviteti është i lartë, me thënë, por për ju më tepër, mos harrojmë që keni kjo gjë zhvillohet, më thënë, preket. Edhe akrepi, kështu që më falni, edhe ju sigurisht jeni të ndikuar për më tepër në marrëdhëniet tuaja, në kontrata të rëndësishme, në çështje ligjore, notariale, diçka po vjen e bukur. Dhe këtu e kam fjalën për ju që keni lindur në fund të 10 diçit të tretë. Do të thënë 10 diçit të tretë po nga fundi. Jeni goxha të favorizuar në lidhje me diçka fenomenale, ndoshta që po krijohet aktualisht në jetën tuaj, mjafton të mos e merrni me emotivitet të lartë. Nuk është diçka e programuar, është diçka që vjen në mënyrë të paparashikuar, por që është e bukur. Të shohim se si do i vej secili, t'ju uroj vërtet të merrni diçka të bukur nga gjithë kjo situatë që është krijuar tani. Merkuri do kaloj retrogradë, me thënë të drejtën, retrograd në shenjën e akrepit direkt përballë jush, edhe ju keni tendencën për rikthime, për rishqyrtime, për të ripar, për të rianalizuar, për të mera gjatë gjithë nëntorit, kështu që edhe këtë gjë do ta shfrytëzoni. Jo gjithmonë Merkuri retrograd është keq. Asnjëherë. Jo çdo gjë është vetëm negative. Sido që tjetë për më shumë, e dini vetë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Përsa i përket ditës së hënë, çështje pune më tepër dhe financash, por që nuk duhet të bëhen hapur në sy të gjithëve. Janë më tepër prapaskenike këto marrëveshje, këto bisedime, derisa të arrit atje ku duam ne të arrijmë në rezultatin e dur. Sido që tjetë përsa i përket
bisedave të rëndësishme thash për çështje pune, por dhe personale. Në diçka që doni ta korrigjoni, ta sistemoni, e keni mundësinë, sido që të jetë. Prisni, pritshmëritë tuaja janë të larta, sigurisht, por po ju them, mundoni që çdo gjë ta bëni jo në sy të të gjithëve, jo të gjithë janë dashamirës kundrejt jush, edhe mund t'ju prishin punë, sidomos për çështja pune. Për sa i përket dashurisë, nëse diçka ka nisur në jetën tuaj tani, mundoni ta mbroni nga sytë e kurreshtarëve dhe sytë e dashakeqësve. Mbajeni fort në zemrën tuaj dhe mbajeni jashtë të gjithëve. Pse? Sepse mund t'ju prishin punë me llafe, dhe qëndroni larg thashë themeve. Këtë që duhet t'ua them. Tani, nëse ditën e hënë ju del një mundësi për t'u udhëtuar për çështje pune, atëherë mirëpriteni sepse nuk i di se çfarë tjetër të mirë do të hasni gjatë këtij udhëtimi. Për sa i përket ditës së martë, shumë të kënaqur do të jeni me arritjet tuaja, domethënë është të thuash të kthesh pas në kohë të shikosh çfarë ke arritur dhe të jesh i kënaqur vërtet, domethënë të ndihesh i plotësuar dhe krenar për veten tuaj. Përveç kësaj u vjen edhe njoja nga rrethi juaj shoqëror, nga rrethi social, nëse e doni, dhe kështu në ambientin e punës do të merrni një vlerësim të madh. Sido që të jetë jeni të kënaqur, sido që të jetë ama gjithashtu, mund të vini re se ka mbetur diçka e parealizuar, më falni, dhe që keni shumë dëshirën t'i ktheheni përsëri. Domethënë po flasim për një ëndër që keni mbajtur në sirtar, një pritshmëri që kishit në lidhje me diçka që nuk patët kohë se mund ta realizoni në atë kohë që dëshironi, por që keni mundësi tani prej këtij në vazhdim ta rishikoni, ta rishqyrtoni. Për sa i përket ditës së mërkur, ju gjen në punë, madje në punë intensive dita e mërkur, jeni duke u përpjekur të arrini rezultatin, realizimin e një objektivi shumë të rëndësishëm që ndoshta ka nisur që prej vjeshtës së kaluar, por që sido që të jetë po ecën shumë mirë dhe do ju sjellë dhe fitime shumë të mëdha dhe njohje të madhe, po dhe ai vetë vlerësimi juaj vazhdon të rritet dhe t'ju ushqej me pozitivitet për sa i përket të ardhmes. Por për çështje pune, favorizojeni goxha ditën e mërkurë dhe nëse dhe mund të rezultojë në një ditë të lodhshme, rëndësi ka që rezultati i punës është të paktën justifikues, justifikon lodhjen. Për ju që jeni pa punë, nuk i dihet se çfarë vjen ditën e mërkurë, ose për ju që jeni në një vend pune po kërkoni një ndryshim, edhe kjo gjë është e mundur, ta shohim se si do realizohet. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte nëse në hartën tuaj ju e dini që ashendetin e keni në shenjat e ajrit, atëherë komunikimi është shumë i rëndësishëm. Komunikimi, teknologjia, implementimi i teknologjisë në punët tuaja, ju jeni tregtar, do të mendoni mënyra të tjera se si t'i shtyni punët tuaja të ecin më mirë, nëse punon në një zyrë ka komunikim dhe ka sqarim dhe ka vendosje objektiva që duhet të arrihen, por në vijë të përgjithshme shumë komunikim dita e enjte dhe për çështje pune dhe për çështje tregtie, edhe për sa i përket teknologjisë që duhet implementuar në punët tuaja, ju thash se jeni tregtar, sidomos nëse jeni në botën e turizmit, shumë teknologji, domethënë shumë luan kjo ide e teknologjisë, ose mund të keni ide të cilat kanë përqendrim të vërtet avangard, shumë para kohës që jetojmë tani, sido që jetë të sjellin sukses. Po që komunikimi luan shumë, edhe transporti ditën e enjte, kështu që dhe nuk mund të përjashtoj për shumë mundësinë e blerjes së një makine, të një mjeti, ose të një pajisje elektronike, elektroshtëpiake, diçka e tillë, pak fjalë. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ja ku jemi përsëri e njëjta gjë. Kemi energjinë shkullore, për sa domethënë është e karakterizuar dita e premte me lëvizje, me aktivitet, me energji të lartë që duhet ta shfrytëzoni për të arritur çdo objektiv të mundshëm, për të mbaruar një punë që keni kohë që s'po e mbaroni, për të mbyllur një çështje që ka kohë që s'po mbyllet, ose ndoshta edhe për të pasur guximin për të kërkuar diçka, një favor apo diçka që ju përket, si rritje në detyrë ose rritje page, diçka që takon me pak fjalë dhe nuk ju është dhënë, pikërisht ditën e premte. Kujdes vetëm ne nga nxitimi dhe impulsiviteti, këto mund t'ju prishin pak punë. Në vija të tjera shumë gjëra të mira vijnë, nëse do dini ta shfrytëzoni siç duhet këtë gjë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju tregon se kur diçka mbaron, ose më saktë do të jeni në atë fazën që po kuptoni se ka ardhur fundi shumë gjërave në jetën tuaj. Një shoqëri që nuk ju shërben më, një vend pune që nuk ka çfarë t'ju japi më ose nuk ka se të zhvillojë më shumë. Një histori e vjetër e cila çfarë ta mbash kot tani të shpresosh kthime, rikthime, ribashkime, mundësira kot pa lidhje. Ajo çka po kuptoni është se ka ardhur momenti për të bërë ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj për faktin e thjeshtë
diçka i ka ardhur fundi, ka mbaruar, nuk mund të vazhdoni më në të njëjtën situatë. Kështu që vendosni objektivat tuaja drejt së ardhmes, të gjitha këto arje, nuk do të them vetëm kaq që çfarë do objektivi që vendosni ju çon drejt realizimit dhe drejt suksesit. Mjafton ta guxoni këtë gjë, por që reflektimi se kjo gjë duhet të arrijë, duhet të bëhet, duhet të ndodhi, vjen pikërisht ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel kalojeni me fëmijët tuaj, si të diel që është, ose mund të doni të jeni pak më të shkujdesur, të merrni gjërat pak më lehtë, mos ta vrisni shumë mendjen, të dini të argëtoheni pak, të kaloni kohë me shoqërinë, të kujtoni dhe njerëz ti është të jesh adoleshent, të jesh i shkujdesur, të mos kesh atë përgjegjësinë mbi kokë, por është edhe dita që kalojmë kohë me fëmijët ose zgjidhim çështje që kanë lidhje me fëmijët tanë, dhe në përgjithësi fati ju do. Çiltërsia është një virtyt që ju të gjithë e kanë, ju e keni me sa duket dhe kjo gjë do vlerësohet. Dhe ka për të sjellë dhe ca përfitime të bukura aty. Nuk mund të përjashtoj një njohje të re, që ju mbush me vitalitet, por që nuk do ju premtoj se do zgjasi, sido që të jetë. Ama mund ta shijoni. Përshëndetje shenjë binjakëve që si pushon truri kur edhe kur flini gjumë, jeni duke menduar, por që kjo gjë po ju sjell probleme kohët e fundit, po e lodhni trurin çik më shumë nga ç'duhet, dhe ka ardhur momenti të vini një stop. Sido që të jetë, do e keni mundësinë të rireflektoni, rishikoni çështje, kur Merkuri të jetë retro në shenjën e Akrepit, që për ju normalisht përfaqëson banesën e 6, për do që ka të bëjë me shëndetin tuaj, me punën tuaj, puna dhe shëndeti, kurse cilat punoni, ambienti punës, të gjitha këto do me thënë do rimarrin një vlerë ndryshe kur Merkuri ta kemi retrograd. Për të gjithë juve që retro e keni në hartën tuaj, do të thotë që është një moment shumë pozitiv, sidomos për çështje pune, sidomos për të sistemuar çështje që kanë të bëjnë me punën tuaj, me ambientin e punës tuaj, me kërkesat tuaja kundrejt punëdhënësve tuaj, pikërisht gjatë kësaj periudhe, por edhe të rishikoni çështje që kanë të bëjnë me shëndetin dhe mirëqenien tuaj fizike dhe psikologjike. Tani, për sa i përket parashikimeve personale, pra për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe për sa i përket ditës së nesërme, mbyllet një derë, po hapet një derë tjetër të dashurit e mi, kështu që mos keni frikë nga gjëra që po mbarojnë, po përfundojnë, ose duhet të marrë këtë lloj drejtimi sepse ju sjellin mundësi realizimi edhe më të mira akoma. Sido që të jetë nesër, çfarëdo lloj bisede bëhet, duket sikur zbulon, ju ndihmon të zbuloni situata, gjëra, detaje mbi çështje të cilat nuk kishit në dieni ose thjesht dyshonit për to, por po ju them kaq, pavarësisht vendimeve që do të merrni, pasi të keni marrë vesh gjëra të caktuara, mos u friksoni sepse po ju them, ndoshta është duke mbaruar diçka, por diçka tjetër po fillon dhe është një situatë shumë më oportuniste dhe facielse për ju prej këtej në vazhdim. Si të thuash, nëse deri tani realitetin e keni parë thjesht përmes vrimës së Chelsea-t, tani hapet dera dhe shikon tamam ashtu siç është. Se çfarë vendimesh do merrni pastaj, kjo gjë ju takon juve, por ditë them që nuk ju shkon për keq. Përsa i përket ditës së martë, mos u lodhni kohë të arrini objektive, çështje, të zgjidhni probleme, nuk është ky momenti i dur, sado që të mundoheni nuk do ja dilni dot. Duhet thjesht të kuptoni që çdo gjë ka një proces të vetin dhe vetëm kur koha është e dur, atëherë veprojmë. Në këtë moment do ju thosha thjesht dorëzoni, prisni momentin tuaj, do duket shumë qartë kur ai ka ardhur, por që mos u lodhni këto të arrini diçka që nuk do mund të arrihet. Nuk është akoma momenti për t'u arritur kjo gjë, çfarëdo gjë qoftë, në dashuri, në punë, në financa, në çfarëdo gjë qoftë, akoma nuk është momenti, po dhe ju nuk jeni gati. Pra dhe sikur të vite diçka e re tani në jetën tuaj, t'ju ofroj diçka që e doni me se s'don, nuk jeni ende gati ju që të ndodhi kjo gjë. Atëherë, ose që të realizohet siç duhet. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju sjell duket se edhe në kaluar doli kjo, apo ishte shenjë tjetër, nuk e di, sido që të jetë shtojnë financat, nuk i keni të pritura, i keni të papritura, ndoshta edhe detyrime të vonuara që kanë të tjerët u sjellin tani, ndoshta thjesht dikush nga puna juaj, varg çfarë punë bën secili, keni një shpërblim mbi punën tuaj, për shembull jeni tregtar, ose varet se ku jeni kamariera për shembull, shtohet bakshishi, ose thjesht punoni diku, blihet diçka, ju kalohet një pjesë, thot tjetri mbaje se punove mirë, e kupton, sido që të jetë po ju shtohen, ama dhe vim thjesht nuk e keni të parashikuar apo shtohen. Shumë gjë e bukur dhe kjo. Mund të gjeni në rrugë, ku dëgjon. Çfarëdo gjë mund të ndodhi. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e fatit, e cikleve që mbyllen, e karmës që përpunohet, por edhe godet atje ku duhet të godasi,
diçka pra është duke mbaruar, por diçka e re është duke nisur, dhe ua thash të gjë edhe pak më përpara, sidoqë që ti shprisni momentin tuaj, thash. Pra bëni gati ditën e enjte të përjetoni pikërisht atë gjë që ju thash që në fillim të javës, që diçka po vjen ndryshe në jetën tuaj. Një derë po hap, po mbyllet, po hapet diçka tjetër më e madhe. Dhe këtë gjë ta kuptoni ditën e enjte. Çfarë mund të jetë domtoni me mua? Okej, dikush të pushon nga puna. Punë e madhe, të jepet një mundësi edhe më e mirë akoma. Ndahesh, punë e madhe, të jepet mundësia të takosh një person që është, ku dëgjon, gjithçka ke dashur të kesh në jetë. Diçka nuk funksionoi, s'na prishet puna sepse do eci më mirë diku tjetër. Pra e kuptoni se çfarë dua të them, thjesht diçka që nuk po funksionon në një fushë të caktuar do funksionojë më mirë me një mundësi të re që vjen pas mos realizimit. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që duhet të kujdeseni për kudo ka nevojë për kujdesjen tuaj, se janë persona të moshuar, se janë fëmijët tuaj, se është një shok që ka nevojë për mbështetjen tuaj, se është vetja juaj, ndonjëherë harrojmë që do ta kthejmë çik vëmendjen edhe nga vetja jon. Kujdesuni për të tjerët sepse nuk keni për të bërë pishman në një moment që ju do të keni nevojë për mbështetjen e tjerëve, nuk ka për të munguar kjo gjë përveç kësaj, duke kujdesur për dikë që ka nevojë në këto momente, duket sikur i bëni një të mirë të vetes tuaj. Do ndjeni, nuk e di, më mirë me veten ose do kuptoni më shumë gjëra rreth jetës, fatit, vetes tuaj ndoshta. Një tipar që se kishit vënë re më përpara. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e, nuk e di, këtu o fejohemi, o martohemi, o nënshkruajmë një kontratë shumë të rëndësishme, një marrëveshje shumë të rëndësishme, po jeta juaj po ndryshon totalisht. Ose thjesht mund të jemi në një njohje të re që premton goxha, por që për ju sidomos që në botën e sipërmarrjes, të biznesit, të spektaklit, të artit, këtu po vjen diçka me të vërtet shumë e madhe dhe që me lancimin e kësaj gjëje Vietnami. Kemi plot të tillë. Po që edhe ju në jetën tuaj varet se ku jeni secili. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është një ditë që po ju tregon se ndoshta po ecni me paterica akoma, domethënë me goxha vështirësi për të ardhur objektivat tuaja. Megjithatë është pikërisht vendosmëria juaj ajo e cila ka për ta bërë gjën të mundur. Do të thotë nuk ka rëndësi se sa e vështirë është diçka për t'u arritur, nuk ka rëndësi në qoftë se po jepni të vjetën mundësi për t'u realizuar, në qoftë se ju kësaj ere keni ndarë mendjen dhe doni vërtet që të keni sukses, atëherë suksesi është i juaj dhe asgjë nuk ju ndalon më. Përshëndetje nga Forës dhe ja ku jemi përsëri si dhe javën e kaluar, edhe këtë javë për të parë se çfarë po ndodh me ju dhe që t'ju jap dhe një lajm të bukur, të cilin ç'është e vërteta ju a kam thënë në parashikime të mëparshme, ju thash prisni fundin e muajit. Nga data 25 e tutje gjëra duket se marrin një tjetër lloj zhvillimi që është shumë herë më pozitiv dhe shumë herë më fatësjellës, sidomos për ju të dhjetëdiçit të tretë. Po krijohet jemi në një situatë me të vërtetë shumë të favorshme, në një trekëndës shumë të madh, që favorizon të gjitha shenjat e ujit, përfshirë këtu edhe juve. Kështu që për çfarëdo gjë është personale, ndërpersonale, me natyrë, përsa i përket dashurisë, përsa i përket realizimit tuaj në përgjithësi në jetë, ja ku jeni dhe sigurisht që mund të shpresoni për goxha mirë, si të thuash. Kjo ka të bëjë me sipërmarrjet tuaja dhe me biznes kush e ka, dhe me fëmijë, dhe me karrierën tuaj, dhe me plot gjëra të tjera, por që të shohim se secilin do e ndikoj kjo gjë. Unë thjesht do t'ju them që ju të dhjetëdiçit të fundit jeni në një periudhë goxha të favorshme në këtë moment që jemi duke folur e deri nga fundi i muajit. Për sa i përket ditës së hënë, tash ju të dhjetëdiçit të fundit mbajini më të. Tani për sa i përket ditës së nesërme ama, këtu duket shumë qartë që kemi probleme. Çfarë problemesh janë këto? Këto janë probleme që kanë të bëjnë me financat, po, me çfarëdo lloj keq menaxhimi që ju mund të keni bërë, duke lejuar individ të caktuar të ndërhyjnë në financat tuaja, të bëjnë ato gjërat lëmsh. Përveç kësaj vjen re problematika të cilat nuk e di pse i keni lënë ju pas dore dhe kanë arritur në këtë lloj faze, por që duket se po përjetoni një kaos total në jetën tuaj, nuk po dini se nga t'ja mbani, është e thjesht për ta sistemuar këtë situatë, thjesht jepni fund këtyre çarkun njerëz, çarkun. Ti ishni qafe këta, po janë çështje të vjetra, këtë gjë po ju them. Është frika, është pasiguria, është fakti që thjesht lejon individ caktuar t'ju bëjnë keq ose mendime caktuar t'ju bëjnë keq, fakti që neglizhoni shëndetin tuaj dhe pastaj kjo gjë ju kthehet kundër dhe kthehet në, shikoj se këto janë dhe sëmundje autoimune,
kjo, por edhe çfarë do lloj sëmundje që mund të bëhet patologjik, tet në patologji pastaj. Kështu që bëni kujdes me gjëra të tilla, ka gjëra shumë për të sistemuar në jetën tuaj, sidomos ditën e hënë, nuk janë të lehta sigurisht, por duhet me se zbën ti sqaroni, ti sistemoni, ju takon juve ta bëni këtë gjë. Për sa i përket ja ku jemi, për sa i përket mua kush është tani këtu në këtë. Këtu tani mund të shohim më tepër juve të 10 diçit të dytë, që kanë lindur më tepër aty afër fundit të 10 diçit të dytë, por edhe të 10 diçit të parë. Shumë prej jush e shikoj që akoma nuk e kanë jetën e vetë në duart e veta, po lini fatin t'ju drejtoj dhe nuk e kuptoni që nuk është fati, po është mundja juaj e ngecur diku që nuk po ju lë të zhvilloheni dhe të ecni përpara, duke qenë se realiteti është reflektim i botës së brendshme dhe ideve që keni në kokën tuaj, ose jeni kaq shumë të manipuluar sa që thjesht po jetoni jetën e dikujt tjetër, po jo jetën tuaj. Do të thënë, po ecni në bazë të filozofisë së dikujt tjetër dhe kërkesave të dikujt tjetër kundrejt jush, por jo me busull qëllimet dhe objektivat tuaja. Dhe më fort se keni frikë të shkëputeni nga kjo lloj influence. E kuptoni shumë mirë dhe shumë qartë që jeni të manipuluar, por akoma vazhdoni. Ky është momenti juaj ama për të shkëputur lidhjet dhe për ta marrë drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja. Sa ta guxoni pastaj nuk e di, ju e dini këtë gjë. Për sa i përket ditës shikoni kur dikush është mirë, nuk dalin, nuk është nevoja të themi diçka, sepse është mirë. Ja ju të 10 diçit të fundit për shembull, ju të tjerët pastaj që keni probleme, ja se si dalin problemet. Edhe dita e mërkur ju thot, ju tregon të paktën juve që keni lindur në 10 diçin e parë po flas dhe në fund të 10 diçit të dytë, po ju tregon shumë qartë se çfarë problematikash kemi këtu. Njëra ishte shëndeti, ekonomia, financat, marrëdhënia juaj me të tjerët, ankthi i tej skajshëm, shëndeti e me radhë. Këtu tani kemi të bëjmë me çështje prone. Një pronë që nuk po shitet, që nuk po shfrytëzoni dot si doni ju, financa që kanë ngecur, është e përkohshme kjo situatë, po ndodh që ju të kuptoni pikërisht, ju të kuptoni se nëse nuk do e kishit këtë gjë që po prisni, çfarë do bëni tjetër? Pra ju vënë në moto pune, të menduarit, të vepruarit, që mos e merrni si diçka negative, ka për të kaluar goxha shpejt kjo situatë, por juve thjesht duhet të reflektoni disi, të kuptoni ja dy gjëra, se duhet të bëhen ndryshe, të keni dhe një plan B. Por nuk realizohet. Atëherë përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte keni kujdes me lëvizjet tuaja me makinë, kujdes transportin, sidomos nëse jeni duke lëvizur diku jashtë apo brenda vendit, ose thjesht nëse puna juaj është e lidhur me transportin, mund të hasni probleme me njëtin tuaj, ose mund të keni probleme me komunikimin. Domethënë tjera gjëra do thoni ju, tjera gjëra do thonë të tjerët, pra nuk është një ditë e tavorshme, dita e enjte për të komunikuar idetë tuaja, për të kërkuar një favor, ose për të nxituar në makinën tuaj, sepse do e postoni. Nëse me makinën keni pas probleme, bëni ja dy kontrolle, do ju dali kjo që po ju them, edhe mund ta kapni në kohë. Për sa i përket ditës së premte, mundoni të evitoni çfarëdo gjëje ju lë bosh, çfarëdo gjëje nuk ju lë të realizoni, çfarëdo gjëje ju ndjell frikën, pasigurinë, emotivitetin e lartë, atë gjë që ju paralizon dhe nuk ju lejon dot më pastaj të shikoni dritë jeshile në fund të çdo problemi. Kështu që mundoni të evitoni ditën e premte, çfarëdo gjëje ju duket se po ju bllokon, se po ju trysnon dhe ju çon në mendime negative. Pra, keni ngecur, por mos lejoni të tjerë t'ju ngecin dhe më shumë. Kjo ishte e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që këtu dalin armiq në sipërfaqe. Do kuptoni që mund të jetë krijuar një situatë ose po krijohet një situatë, mund të jetë në shoqëri, mund të jeni në ambientin e punës, do të thoni modit e shtunë, po merrni vesh diçka që ka të bëjë me koleg të dashur, që deri dje ju janë lajkatosur dhe thua ti shok për kohë, por në fakt nuk janë gjithë vetë armiq të përbetuar. Dhe mund të kuptoni ditën e shtunë ose mund të komunikohet që një projekt e juaj, një punë e juaj, një ide e juaja është përdorur nga dikush tjetër i cili merr merita, ndërkohë që ju rini dhe flini gjumë. Sido që të jetë, bëni kujdes nga armiq të përbetuar, sikurse po ju them, persona të cilët janë si punë e kësaj del përstu, pra janë persona të cilët din ta shfrytëzojnë momentin dhe situatën, kujdes në servilizmi dhe servilizmat në vija të përgjithshme, dhe mundoni që nëse kjo gjë ka ndodhur dhe më përpara dhe jeni në dieni,
atëherë merruani në kthes, mundoni të bëni dhe ju pak si këta dhe t'u merrni në kthes, jeni ju ata të cilët i poshtni këta individ në lojën e vet. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që bye mirupafshim i themi një personi përfundimisht, pavarësisht se sa e dua sa më do, nuk mund të jeni bashkë, dhe kjo që është më së qartë, mund të ruani një farë respekti për njëri tjetrin, por ka mbaruar çdo gjë dhe nuk mund të kemi më rikthim. Të gjë ta kuptoni pikërisht ditën e diel. Përshëndetje shenjë Luanit, ja ku jemi përsëri këtu, përsëri në Zodiac Oracle, përsëri javë e re për tu analizuar dhe them se gjërat nuk po ecin keq, mirë po ecin. Mundoni të kapni ato mundësi që mund të kapni, si ju të 10 ditë të parë, dhe ju të 10 ditë të fundit, ju të 10 ditë të dytë jeni çik në gjumë, nuk është se po ndodh në një gjë e madhe, por ju të 10 ditë të dytë do thosha më tepër kujdes çështje që kanë të bëjnë me shëndetin tuaj. Për sa i përket gjërave dhe ndoshta shpenzime që mund të dalin kështu jashtë parashikimeve, pjesa tjetër them se është okay. Tani për të gjithë juve që dëshirën e keni të rezervoni një takim në privat, shumë mirë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Tani, për sa i përket ditës së nesërme, po, kemi sqarime, kemi biseda të rëndësishme për të bërë, kemi rishqyrtime çështje që kanë të bëjnë me financat dhe me çështje pune, po dhe me çështje që keni pas probleme në lidhje me marrëdhënien tuaj në çift. Më thonë çfarë do gjëja është e sqarueshme ditën e hënë, si të jetë kjo thash çështje që ka të bëjë me punën tuaj ose me marrëdhënien tuaj në çift, ose me shëndetin tuaj, që keni pas tash probleme me shëndetin. Kjo është një ditë shumë e bukur për të çuar dhe marrë korrespondencë. Është një ditë shumë e bukur gjithashtu për ju që jeni studenta për të marrë një lajm të rëndësishëm, e favorizon goxha, por është edhe ditë që thuhet të vërtetat për ato çka janë, zbulohen gjëra, thuhet e vërteta siç është, i mësoni të vërtetat për ato çka janë dhe çfarë do zbuloni pastaj është tjetër gjë. Tasëm se keni një rikthim me dikë ose jeni me një person dhe ka qenë çik problematike lidhja kohët e fundit, do ju të arsyejem pse. Edhe aty pastaj nuk e di, por që kemi zbulime të caktuara për të bërë. Sido që të jetë, ju komunikohen disa të vërteta ditën e hënë dhe kjo ka të bëjë ndoshta edhe me aspektin personal, po dhe atë profesional. Por ju që jeni studenta, diçka shumë e mirë po vjen. Tani, për sa i përket dhe nuk është momenti për të nënshkruar asnjë kontratë akoma, jo pa marrë parasysh ose pa marrë vesh se si qëndrojnë kushtet, okay? Tamam. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë, këtu tregon shumë qartë arsyeën pse individ caktuar po largohen nga jeta juaj, po largohen sepse kaq kishin për të dhënë, kaq kishin për të ofruar, pse nuk jeni më pjesë e situatave të caktuara, pse po largoheni nga një vend pune i caktuar, pse shoqëria juaj nuk është më ajo që ishte, sepse kaq kishin për të dhënë këta individ, kaq kishin për të marrë ju nga vende pune të caktuara, nga situata të caktuara, gjë të cilat nuk mund të qëndrojnë më në jetën tuaj dhe këtu i thoni mirupafshim një herë për gjithmonë. Pra, ndryshon jeta juaj dhe po ndryshon me seleksionim individësh dhe situatash, të cilat po largohen nga jeta juaj, po mbarojnë këtu. Për t'u zëvendësuar ama me persona të cilët kanë për t'u sjellë edhe më shumë dhe me situata të cilat ju çojnë edhe për më mirë. Kjo është gjë pozitive. Pra mos u friksoni dhe mos u shqetësoni nga fakti që thjesht po mbaron diçka ose po largohet dikush, sepse shumë shpejt ka për të zëvendësuar me diçka që ju sjell realizim më të mirë, më të bukur. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e ndryshimit, tani se po niseni një udhëtim pune, po që do e shijoni çik edhe për shef, se thjesht po shikoni jetën tuaj se si po ndryshon para syve tuaja, çrëndsi ka e bukur është. Kishit nevojë fundja për një ndryshim të tillë. Në qoftë se jeni marrëdhënie shiullot, jeni ju ata të cilët do kërkoni një time out, domethënë një shkëputje të vogël, në përgjithësi le të themi që keni në një fazë të jetës tuaj që asgjë nuk po mbetet më e njëjtë. Dhe kjo nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe. Dhe kur flasim për ndryshim, për shembull disa mund të jenë duke ndërruar banesë, janë duke u zhvendosur një banesë të re, dikush po nisi një bashkëjetesë. Ama vjen me ndryshim, dikush është martuar dhe po nuk e di, vendoset në shtëpinë e re, në kushtet e reja. Sido që të jetë është moment ndryshimi në jetën tuaj, dhe nuk është diçka e keqe, është diçka e bukur. Fundja kishit dhe nevojë për një ndryshim, pjesa më e madhe prej jush. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e bëni kujdes nga gënjeshtarët, bëni kujdes nga një gënjeshtër që do ju thuhet dhe mos e besoni, ose mund të zbuloni që dikush ju ka gënyer për diçka dhe kjo gjë nuk do ju pëlqejë. Mundoni të mos jeni ju këta persona, sepse do do përballeni shumë keq me të tjerët pastaj. Po që po, gënjeshtra sjell dita
e inte që i zbuloni dhe nuk e për t'ju pëlqyer, por them kujdes mos t'jeni ju këta, të paktën. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që vjen, pra normale. Ditën e njëjtë zbuloni personin, dita e premte thoni padallin çik tani se ky më doli si më doli, padall të shikoj mos ka ndonjë tjetër si punë e këtij, bien maskat. Bien maskat, të shikoni realitetin për atë çka është, se do jetë një person që e njohët kohët e fundit dhe nuk ju del ai që mendonit ju. Se ju menduat se ndryshuat, por në fakt nuk është ashtu, çon si ka, çfarë do gjë qoftë, ju përballet me realitetin, me të vërtetën, qoftë në përballje me të tjerët, qoftë në përballje me veten tuaj. Sjell reflektim kjo gjë, sjell rritje, sjell zhvillim dhe sjell maturi, kështu që nuk është diçka e keqe. Por që dita e premte duket se u përball me disa të vërteta dhe zbulime në lidhje me individ të caktuar ose me veten tuaj. Ndoshta ju i kishit shitur një gënjeshtër vetes tuaj që deshët ta besoni dhe pastaj përballeni me realitetin siç është, por që çon si ka, thash, vjen me rezultat pozitiv në fund të fundit. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell dita e premte dhe shtunë me sa duket janë ato momentet e reflektimit, por që ju deshin pak sytë edhe mendjen, nuk do të jeni të qartë dhe të kthjellët ditën e shtunë, as në ato gjëra që mendoni, as në ato gjëra që thoni, lërem pastaj të veproni mbi këto situata. Dita e shtunë mund të sjellë dhe vonesa ose prishje të planeve tuaja, do të mund të niseni për të shkuar diku dhe diçka ndodh dhe nuk e realizoni këtë gjë, ose do të takoni diku dhe nuk e takoni. Dikush ju premtoi që do vinte, por nuk vjen. Sido që ti domethënë gjërat nuk ecin dhe nuk realizohen. Ditën e shtunë mos e merrni si katastrofë, merrni si thjesht një moment reflektimi, një moment për të kuptuar se a vërtet e doni të ndodhi kjo gjë, a vërtet doni të ecni në këtë realitet, a vërtet doni ky person të qëndrojë në jetën tuaj, apo mos ndoshta është një moment që nëse po ndodh një gabim ju të mund ta korrigjoni. Merreni edhe kështu. Dhe në qoftë se dalin probleme në çift dhe janë të shumë përsëritura, atëherë po kuptoni shumë qartë dhe duhet ta pranoni që nuk mund të vazhdohet kështu. Dhe më mirë është të thuash ik vlla se nuk bëhet kjo gjë, apo më i motër ti se nuk po ecim tot bashk, kështu që ta shohim se si do ju vej edhe kjo pjesë. Dhe përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel ju a kthen vëmendjen totalisht drejt vetes tuaj. Çfarë do kuptoni si në çfarë në çkuptim po e them këtë që po e them. Deri dje mund të jeni bërë copa për të tjerët. Dhe ç'është më e bukur, ju keni bërë punën dhe të tjerët kanë marrë vlerësimin. Ndërkohë që tani kuptoni se arsye pse nuk ju ka ecur në jetë, pavarësisht se keni bërë gjëra të mira, është fakti se i keni bërë për të tjerët, faktin tuaj ua keni shitur të tjerëve, aftësitë tuaja ua keni dhënë të tjerëve dhe asgjë nuk keni bërë për veten tuaj. Kështu që është momenti tani të bëni vetëm për veten, të ktheni vëmendjen nga vetja juaj, që edhe fati të vi të kthej ashtu siç duhet të kthej dhe t'ju japi atë çka meritoni. Dhe kjo është në dita e diel dhe kështu mbyllet. Por që forca të dashurit e mi është vetë, jeni ju vetë luani, e shikoni shumë qartë në çdo vend të mundshëm. Atë çfarë tregon? Tregon që qendra e vëmendjes tuaj ose qendra e vëmendjes tuaj jeni ju. Dhe se nëse vazhdoni të bëni për të tjerët e pësoni, por nëse filloni dhe fatin tuaj e përdorni për veten tuaj, atëherë çdo gjë shkon mirë në jetën tuaj. Prej këtij në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje që jemi Virgjëreshës dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Unë do t'ju uroj një javë shumë të bukur dhe të mbar, ju të 10 ditësh të fundit fare, ditët e fundit të 10 ditësh të fundit të lindurit. Nuk ka mundësi në marrëdhëniet tuaja, në lidhje me të tjerët, me kontrata të rëndësishme, me çështje ligjore ose notariale të mos jeni duke parë diçka pozitive ose në një mosmarrveshje që mund të kishit me një armikun tuaj të përbetuar, të mos jepet një zgjidhje e rëndësishme, të shpëtoni më në fund, nuk ka mundësi, mos jetë duke ndodhur kjo gjë. Juve të 10 ditë të parë edhe ju avash jeni duke parë zgjidhje ose duke ardhur zgjidhja në jetën tuaj, në çështje profesionale po edhe personale do thosha. Akoma kujdes me financat, sido që të jetë. Ju të 10 ditë të dytë duket sikur nuk keni pas ngjarje shumë të mira apo shumë të këqija brenda këtij muaji dhe akoma kështu vazhdon situata, por juve të 10 ditë të dytë që keni lidhur aty nga fundi 10 ditë të dytë, do të thënë data 8, 9, 10 do më bëni jetë pa kujdes me financat dhe me vendimet që merrni si personale dhe profesionale gjatë kësaj periudhe. Mos u nxitoni sido që të jetë. Tani për sa i përket parashikimeve personale, pra për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe për sa i përket ditës së, po themi keni akoma gjëra, kemi. Kështu që ky, si ta thuash, çfarë momenti
është dita, çfarë momenti është dita e hënë ose me çfarë ju përball. Ke parasysh kur ke kaluar shumë vështirësi dhe të zhlodhur shpirti, por nga ana tjetër nuk ke dorëzuar, ke shpresuar për më të mirën. Atëherë ja kjo mira po vjen. Dhe po vjen pikërisht pas një, nuk e di, vështirësie shumë të madhe që keni kaluar në jetën tuaj, një bare shumë të madhe që keni mbajtur me supet tuaja. Dhe ndoshta edhe pikërisht atëherë kur po e humbisnit shpresën në lidhje me një situatë caktuar që mund të jetë personale, profesionale, ekonomiko-financiare, varet se kur secili, duket se jepet zgjidhja. Dhe ju vjen kështu pa pritur dhe pa pandehur, kështu që edhe pak fare deri ditën e hënë, ose edhe pak fare mund t'ju tregoj dita e hënë, sepse rezultati po vjen, arritja po vjen dhe suksesi gjithashtu. Dhe kjo fal besimit dhe durimit që keni treguar deri më tani. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë tregon se asnjë gjë nuk arrihet vet, nuk mund të rini aty të flini gjumë dhe çdo gjë të realizohet, të paktën nuk është ky momenti për të realizuar kjo gjë, është përkundrazi momenti që të çoheni, të lëvizni, të shkundeni vendit dhe të filloni të zgjidhni çështje dhe situata që janë krijuar, kjo edhe për faktin se vetë nuk keni angazhuar siç duhet me situata të caktuara. Pra nuk është momenti më për ta xhuar kokë, këtë po ju them, është momenti për të lëvizur dhe për ta sistemuar situatën njëherë për gjithmonë. Çfarë do të thotë kjo? Jam pa punë, kërkoj, lëviz, duhet të mbaruar një punë e caktuar, po e mbaroj, nuk e zvaris më në kohë. Nuk ecën një marrëdhënie, po e kap tjetrin dhe i sqaroj gjërat dhe i them, "More bëhet apo s'bëhet? Sa do të presun me ty akoma?" Tani e kuptoni se çfarë dua të them. Jeni ju pra që i zgjidhni ato problematika dhe situatat tuaja, që fundi edhe i keni krijuar vetë. Ndërkohë që për sa i përket ditës së mërkur, këtu diçka ju vjen në formë një dhurate dhe unë ju thash, keni kohë që po e prisni dhe rezonon me atë ditën e hënë, kështu që vjen kjo dhuratë më në fund, vjen ky realizim, nëse doni ta themi dhe kështu, dhe është diçka që kishit kohë që po e prisnit, madje ju vjen pikërisht në atë moment që tash i kishit humbur dhe shpresën, do thosha dhe ishit gati duke u dorëzuar ose e fjetur mundi që s'do ndodhte kur. Përsa i përket ditës së enjte, mbroni marrëdhënien tuaj në çift, dikush po mundohet të futet në mes dhe t'ju prishi punë. Kështu që çfarë të them unë më shumë se kaq, bëni kujdes, syt hapur edhe veshët gjithashtu që të mos ndodhi ndonjë gjë e tillë e pabërë pastaj. Po që dikush po mundohet të ose të sabotojë lidhjen tuaj, marrëdhënien tuaj, pra t'ju fusi në sherr, t'ju ndaj, ose thjesht do t'ju ndaj ta marri personi që keni jetë për veten e vet. Domethënë, sido që ta marrim kujdes nga një person i tretë që po fut shumë hundët në marrëdhënien tuaj, mos e lejoni të ndodhi kjo gjë. Dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte jeni akoma duke vuajtur për diçka që i përket së kaluarës. Domethënë duket sikur problematikat e së kaluarës po rishfaqen në jetën tuaj dhe po ju lëndojnë, po ju vonojnë, po ju kthejnë në një kohë që nuk doni ta kujtoni as pak, nuk doni të jeni më pjesë e atij realiteti, besomuni përsëri nuk është diçka e keqe. Dhe pse nuk është diçka e keqe? Sepse ju ndihmon të reflektoni. Fundja nëse diçka të tillë nuk e doni, nuk keni pse ta duroni, nuk keni pse ta rijetoni, mund të jepni fund këtu. Si? Shkëputeni emotivisht, psikologjikisht, fizikisht nëse e doni, por që ky është momenti juaj për të reflektuar dhe për të sjellë ndryshimin juve vetë në jetën tuaj. Pra jepni fund një herë për gjithmonë kësaj gjëje. Tani për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e sqarimeve, është dita e bisedave, është dita e komunikimit. Përveç kësaj është dita ku mund t'ju bëhet një ofertë shumë e rëndësishme pune, mund të nënshkruani një kontratë shumë të rëndësishme që varet se me çfarë ka të bëjë, mund të jetë kontratë pune, mund të jetë një çështje trashëgimie, mund të jetë një aktorim, mund të jetë çfarëdo gjë që qoftë, por që sido që të jetë si të thuash, është një dokument shumë i rëndësishëm, ose është një lajm shumë i rëndësishëm që ju komunikohet, ose një ofertë shumë e rëndësishme që ju bëhet në lidhje me punën tuaj dhe që varet nga ju se sa do e pranoni apo jo. Pra do varet vetëm nga ju pastaj nëse se do të bëhet apo jo realitet, sido që të jetë prisni oferta, propozime, zgjidhje çështjesh dhe situatash dhe nëse se komunikimi ishte i çallët, i vakët me një individ, duket se rikthehemi futemi përsëri në shina pra. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që hapni syt dhe shikoni se në çfarë realiteti jetoni realisht. Deri dje mund të keni idealizuar situata dhe persona, në kokën tuaj e kam fjalën, mund të keni besuar në diçka që nuk ka qenë as pak në dogma, që nuk kanë qenë as pak të vërteta. Keni menduar se keni një familje të shëndetshme dhe nuk ka qenë kështu. Keni besuar çfarëdo gjëje partneri ju ka thënë, por nuk ka qenë kështu.
keni pasur idull një nga prindrit tuaj, po do kuptoni se dhe ata njerëz janë dhe gabime bëjnë, pra në përgjithësi në lidhje me shoqërinë dhe vendin tuaj në këtë shoqëri, gjithçka vjen dhe bie para syve tuaja, pra si të thuash atë çka e besoje në mënyrë të verbër, hap sytë dhe shikon që nuk është as pak ashtu, ka qenë një gënjeshtër ose një mashtrim ose çfarë të doni ju ka qenë. Pra ju hapen sytë dhe më kthim pas nuk ka. Dhe këtu krijohet një realitet i ri për ju, domethënë këtu ju nuk jeni më ata që ishit. Dhe kur të hapen sytë dhe shikon të vërtetën, atëherë më kthim pas nuk ka. Se çfarë pasojësh do të sjellë kjo? Nuk besoj ndonjëherë se e vërteta sjell pasojë atë që ja. Është e vështirë të vazhdosh mëtej është e vështirë sepse ndonjëherë thua momenti jetoja në ëndër dhe të besoja se diçka ishte e vërtetë se sa ta shikoj realitetin për atë çfarë realisht është. Por duke qenë se gjithë kjo shoqërohet me një zhvillim shumë të madh personal, atëherë do themi më mirë kështu. Sjell zhvillim më pas. Dhimbje sigurisht, por dhe zhvillim. Përshëndetje në peshores dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle si çdo javë. Edhe këtë javë në takimin tonë të përjavshëm për të parë dhe analizuar tiparet edhe të kësaj jave. Ju të ditë që të fundit nuk mund të mendoj dhe nuk mund të besoj se nuk jeni mirë gjatë kësaj faze. Pra sido që të jetë diçka që ka lidhje me financat tuaja, me vlerat tuaja, me parimet tuaja, me çfarë do lloj gjëje e posedoni dhe është e juaja dhe doni ta çoni 3 apo 5 hapa më tutje, nuk besoj se nuk po e keni dot mundësinë këtyre ditëve ta realizoni. Nxitoni sepse pak më vonë Merkuri do kalojë retrograd pikërisht në shenjën e Akrepit, është djediçi, përfaqëson djediçin e dytë për ju dhe aty gjërat pak mund të ngecin, për sa i përket financave sidomos dhe për sa i përket vlerave, parimeve, mënyrës se shikoni veten apo i cilësoni gjërat. Përveç kësaj, duhet të them se ju gjithmonë çdo gjë është negative, për gjithë juve për shembull që Merkuri mbase e keni retrograd në shenjën tuaj sidomos në shenjën e Akrepit dhe varet se ku e keni dhe në hartën tuaj, do të thotë që rishikoni çështje, rianalizoni situata dhe gjeni dhe zgjidhje. Këtë duhet ta themi. Për djediçin e parë, po besoj se domos vetëm lindurit në fillimet të parë të djediçit të parë jeni duke zgjidhur dhe ju situata në jetën tuaj avash dhe që janë pozitive dhe që kanë të bëjnë sigurisht me çështje si përmarrjeje, me çfarë do gjëje ju lidh me zhvillimin tuaj intelektual dhe profesional. Ju do të ditë që të dy duket se jeni pak më të lënë, më të qetë brenda këtij muaji, nuk besoj se keni pas ndonjë zhvillim të madh, të mirë apo të keq. Përjashto ato ditët e para, domethënë të muajit, që kanë qenë çik intensive, pastaj prej këtij në vazhdim nuk besoj se kemi ngjarje shumë të theksuara pozitive apo negative. Varet gjithmonë nga si e ka hartën secili. Dhe këtu sigurisht për ta ditur se si e ka hartën secili dhe si u ndikon, por edhe në përgjithësi për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Por sa i përket ditës së nesërme, këtu nuk e di tash si përmarrës nëse jemi, Këtu diçka shumë e madhe arrihet, por kur them shumë e madhe, se do të jetë një kontratë, se do të jetë një lidhje, se do të jetë një fëmijë që vjen në jetën tuaj, se do të jetë është sukses në përgjithësi dhe është dielli që ndriçon jetën tuaj dhe ju vjen me një premtim. Prej këtij në vazhdim asgjë e keqe nuk ju ndodh. Përkundrazi, çdo gjë shkon nga mirë në më mirë. Prisni gjëra shumë të mëdha. Ditën e nesërme ju lutem shumë, nuk ka fjalë për ta përshkruar këtë gjë, le të themi thjesht bolloku, prosperiteti, lumturia, dashuria, suksesi, fama, të gjitha këto janë mundësi realizimi për ditën e hënë për ju. Përsa i përket ditës së martë, ju që akoma nuk jeni të vendosur për të marrë një vendim të rëndësishëm në lidhje me një çështje të rëndësishme të jetës tuaj, pra ta pranoj një ofertë që më është bërë në lidhje me punën, ta pranoj këtë person në jetën time, a duhet ta pranoj apo duhet të ndaj. Çfarëdo vendimi që duhet të merrni, dhe s'po e merrni dot pozitiv apo negativ, merrni kohën tuaj, mos u nxitoni, ka kohë, sido që të jetë, rëndësi ka që kur ta merrni vendimin, ta merrni me mendje të plot, sido që të jetë akoma, edhe sikur të merrni një vendim juve, nuk besoj se do mund të jepej ajo përfundimtarja, domethënë vendimi përfundimtar do merrte kohë akoma. Shpresë ka dhe shpresë realizimi sigurisht që ka, por po i them kaq, merrni kohën tuaj, është më e rëndësishme
ta keni ndarë mendjen, por ama ta keni të qartë se sa të veproni të nxituar dhe thjesht i zvarisni gjërat pak më vonë në kohë. Përsa i përket ditës së mërkurë tani këtu, vërtet po shpërnguleni diku jashtë shtetit dhe do e ndërtoni andej jetën tuaj, ose një dashuri nga larg ju merr me vete dhe do mbeteni, do qëndroni andej, vazhdoni jeta juaj prej këtej në vazhdim, ose po niseni për një udhëtim shumë të largët pune, ose po bëni një udhëtim të largët të vija të përgjithshme që transformon komplet jetën, sepse për ati momenti dhe në vazhdim, jo që është një udhëtim jete njërë, të më thënë është diçka që keni kohë që programoni dhe keni ëndër jete për shembull, po ju ndryshon shumë edhe bot kuptimin tuaj. Kë do pozicionoja në këtë, ose kë do vendosja në këtë lloj situate të një udhëtimi të largët që ka qenë ëndër jete për ju. Por të gjithë juve që jeni brenda spiritualitetit, që po shkoni në Tajland ose po shkoni në një vend që të lindjes, që me të vërtet spiritualiteti është shumë i lartë. Dhe po do jeni pjesë e një trajnimi të një nuk e di çfarë do jetë, sido që të jetë, duket se ju del shumë për mirë. Nëse po shkoni në një vend të tillë, nëse po guxoni ta bëni diçka të tillë. Për të gjithë juve pastaj që ëndër na kishte të shkoni në Paris, por e masi ju tregon që ju keni lindur për gjëra të mëdha. Ose për të gjithë juve që e keni atë jetën e madhe, por që po shkoni në një vend që është shumë i thjeshtë, si të thuash, njerëzit jetojnë thjesht, do kuptoni se jeta nuk është e thënë me se s'bën të endet pas gjërave ose të thuret brenda gjërave të mëdha, por mund të gjendet lumturia dhe në gjërat e vogla. Por çfarë çon si ka këtu po fillon një eksperiencë e re jete me individ, me situata, me çfarë do gjë doni ta shihoni, përjetoni e juaj jashtë, kështu ju vjen. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte, çfarë do gjë do të manifestoni, ore shprehni me zemër, me mendje, me dëshirë, me çfarë të doni ju dhe ndodh eksaktësisht ashtu sikurse ju e kërkoni, ndoshta jo brenda së njëjtës ditë, por gjatë kohës që pason. Rëndësi ka sa të vendosur jeni dhe kur jeni shumë të vendosur dhe brenda momentit mund të ndodhi diçka. Për sa i përket ditës së premte, nëse do të manifestoni njeriu në jetës, ja ku e keni. Kjo gjë ndodh pikërisht ditën e premte, po të paktën mundësinë për të takuar vërtet personin e jetës do e keni ditën e premte dhe kjo vlen edhe për sa i përket dashurisë, do të thënë aspektit personal, po dhe profesional, sepse mund të kuptoni për shembull që ky individ do të jetë dhe partner jete, po dhe partner biznesi ose punësh ose çfarëdo gjë ju lidh me profesionin tuaj, por që përsa i përket dashurisë dita e premte, çfarë të them? Përsa i përket gjithësisë dita e enjte, edhe më shumë e komo. Bravo, shumë bukur, më pëlqen kjo gjë, e meritoni sido që të jetë. Përsa i përket ditës së shtunë tani, përsa i përket ditës së shtunë, çfarë do themi tani këtu? Do themi që martohemi, fejohemi dhe çfarëdo gjë vjen jetën tuaj nisur që nga dita e premte do zgjasi, do të thënë ta zëm se takoni një person dhe unë thash është personi i jetës tuaj. Do zgjasi kjo marrëdhënie, është marrëdhënie jete, është lidhje jete. Ta zëm se do të ketë të bëjë dhe me bashkëpunimet tuaja, do të thënë do lindi si një bashkëpunim, por kthehet edhe në dashuri ose niset si dashuri, por shikojmë që kemi dhe interesa të përbashkëta, bëhemi dhe ortak, çon si ka, zgjasin, çfarëdo premtimesh thuhen, pohohen, mbahen si premtime dhe mbahen si fjalë dhe çdo gjë është me afat të gjatë realizimi. Dita e shtunë kjo, përsa i përket ditës së diel, ditën e diel vetëm do më bëni shumë kujdes, disa prej jush, jo të gjithë, ditën e diel kujdes tundimit. Do me thënë, duke që se jeni në një fazë kaq të bukur realizimi, kujdes nga tundimi, sepse universi të sjell për të vënë në tundim, për të parë e meriton apo se meriton. Je apo si e gati. Për të gjithë juve që do bini pre tundimit, të jeni mirupafshëm gjithë këtij manifestimi që thash. Për të tjerë që do dini të rezistoni, atëherë kjo gjë që po vjen dhe është kaq e bukur, është e juaja ta gëzoni dhe u lumturofshi prej këtij në vazhdim. Kujdes tundimin ama ditën e diel. Është prova, është testi që ju tregon jeni gati apo jo. Dhe e meritoni apo jo atë gjë të mirë që universi po ju sjell. Përshëndetje, mirë se më erdhët, që një dashur e akrepit, që ju të 10 ditë të fundit nuk e di, me gjithë të trekëndësh që po krijohet në shenjat e ujit, të përfshirë dhe juaj si bëhet fjalë, nuk ka mundësi që një plani juaj, një objektive juaj, janë në lidhje me punën, me jetën personale, me një ndër që doni të realizoni, të mos jetë duke u realizuar, vetëm në qoftë se në hartën tuaj do të ketë aspekte të vështira që nuk e lejojnë këtë gjë. Në kushte të tjera do thosha ky është moment fenomenal nga data 25 te diku deri nga fundi i muajit që ju ndihmon të çoni përpara objektiva, të arrini të mbyllni punë, të mbaroni me çështje të cilat nuk mbaronin,
e mera të shikoni realizime në jetën tuaj, në të gjitha fushat e jetës tuaj, do thosha. Kujdes vetëm nga emotiviteti i lartë, sepse shenjat e ujit kuptohet që kanë një emotivitet shumë të lartë. Dhe o mbyteni brenda këtij emotiviteti ose me të vërtet krijoni diçka fenomenale, që uroj të jetë vërtet kështu. Tani, për sa i përket parashikimeve personale, ju më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe fillojmë me ditën e hënë. Për sa i përket ditës së hënë, shumë bukur, si sistemojmë dhe shqyrtojmë çështje që kanë të bëjnë me familjen, me çështje familjare që zgjidhen, me një çështje shpërnguljeje, blerje apo shitjeje të një banese, me çështje trashëgimie dhe ardhurimesh, me çfarëdo gjë ka të bëjë me pronën në vija të përgjithshme dhe çfarëdo gjë ka të bëjë dhe kujdes se këtu nuk po flasim vetëm për pronën, prona është edhe vetja juaj, domethënë dhe me shëndetin tuaj, dhe me fizikun tuaj, dhe me çfarëdo gjë duhet të kujdeseni, të përkujdeseni, mos harroni që tempulli është vetë trupi, jeni vetë ju, kështu që nuk po flasim vetëm për objekte fizike, prona, po flasim dhe për trupin tuaj, shëndetin tuaj, mirëqenien tuaj, të gjitha këto i shikoni dhe i shqyrtoni ditën e hënë, po duket se ju dalin me sukses të madh. Për sa i përket ditës së, këtu ka të bëjë, domethënë, kuptoni shumë qartë që ka të bëjë me një bashkëtesë, që me sa duket është duke ecur mirë, ose do realizohet. Ose po realizohet. Për sa i përket ditës së martë, do të shikoj çfarë kuptoni ditën e martë. E keni parasysh ndonjëherë kur reflektoni, pra kaloni një moment reflektimi dhe kuptoni pse disa gjëra ndodhin në jetë, pse ikin njerëz, pse vin njerëz të rinj, pse ndodhin situata të ndryshme, të vështira, të bukura, sepse jeta kështu e ka. Dhe ju kuptoni, duke qenë se keni kaluar një moment të vështirë, se pikërisht jeta kështu e ka dhe është pikërisht kjo variacioni që jeta ofron, që bën ato të bukur, të vështirë dhe jo shëse për të jetuar dhe për të vazhduar përpara. Kështu që ju nuk do të trembeni më nga ndryshimet e jetës, nga të papriturat e saj, por do mirë prisni si një mënyrë realizimi dhe një mënyrë zhvillimi prej këtej në vazhdim. Pra nëse vjen diçka e papritur, dua të them, ditën e martë në jetën tuaj që u nxjerr jashtë parashikimeve apo jashtë pritshmërive tuaja, nuk do ju bezdisni siç mund të ketë bezdisur më përpara, por do mirë prisni sepse do shikoni përtej realitetit. Pra, ku synon? Dhe kjo gjë nuk do ju trembi më, këtë po them. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju lidh me çështje ligjore, gjyqësore, administrative, pra o po thirreni në gjyq ose sido që të jetë një çështje me natyrë ligjore, sikur po them, zgjidhet këtu dhe zgjidhet në favorin tuaj. Pra nëse keni pas një mosmarrveshje me dikë dhe jeni drejtuar në sallat e gjyqeve, atëherë i bie që zgjidhet në favorin tuaj kjo gjë. Në qoftë se prisit të emëroheshit diku, edhe kjo gjë ndodh. Pra, çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me ligjin, me shtetin, me dokumentat të rëndësishme, me gjyqe, duket se zgjidhet në favorin tuaj ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju thot kujdes me çfarëdo lloj gjëje është varësi. Ju që keni varësi të caktuara, bëni shumë kujdes shpenzime që janë kompulsive, domethënë nëse keni nevojë të shpenzoni, po se si jam sot dal të vetë blej një çantë dhe pastaj po pse e bledha, ç'mu desh se do dalë një gjë tjetër më e rëndësishme, dhe ti ke harxuar ato para kot. Ose kujdes juve që jeni në marrëdhënie që ka ecur dhe po ecën mirë dhe ju del diçka tjetër përpara dhe çfarë do bësh tani? Jo, mos u bëni pjesë e tundimit. Jo, kujdes veset. Është një ditë shumë e bukur për të hequr qafë vesin, për të shpëtuar nga një ves i caktuar, të menduarit keq për veten, ta zon. Tani varësit janë histori më njënë, të gjë dihet, por që ta zëm se është një tendencë negative, është një pasiguri që keni ndaj vetes, është një pasiguri që keni sa herë që duhet të merrni një vendim të rëndësishëm. Në vija të përgjithshme le të themi çfarë ka të bëjë me zakone të këqija, çfarë ka të bëjë me zakone të këqija që lidhen me financat ose me jetën tuaj në çift, bëni shumë kujdes, janë pikërisht këto lloj varësish dhe këto lloj gjërash që ju lë në vend numëro. Pra kujdes, lutem shumë. Juve që dini që e keni këtë lloj problemi. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që bashkohemi në martesë, në fejes, në bashkëjetesë, në çfarëdo lloj gjëje qoftë, dhe bëhemi pjesë e shoqërisë si çift tashmë. Kështu që këtu kemi, nuk e di, një fejes, një propozim për martesë, një propozim për bashkëjetesë, ose thjesht dikush vjen në jetën tuaj, por që ju çon drejt këtij realizimi, domethënë do zgjasi kjo gjë në kohë. Për sa i përket, pra ka premisa për të ecur shumë mirë, dua të them. Dhe kjo gjë vlen për sa i përket ditës së premte. Favorizon edhe
jetën në çift favorizon edhe bashkëpunimet goxha. Dita e premte, thash janë gjëra që do vinë dhe zgjasin në kohë dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Për sa i përket ditës së shtunë, tash nisem në një udhëtim, tash po them çfarë tash. Mund t'ja kem thënë një tjetër. Po që po a them dhe juve, sepse njëta gjë vlen. Tani për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me tregtim, nëse do të thënë jeni tregtar, nëse jeni në botën e turizmit, nëse keni programuar një udhëtim të largët, nëse keni investuar në diçka dhe prisni të shikoni çfarë fitimesh do keni, u them se çdo gjë ju del shumë mirë. Nuk ka qenë proces i lehtë dhe as nuk është, por sa më shumë vazhdon dhe sa më shumë zhvillohet kjo gjë dhe merr drejtim, aq më shumë fitime do sjellin në jetën tuaj. Qoftë në formën e eksperiencave, qoftë në formën e paras. Që keni parasysh të gjë. Por që në qoftë se pastaj jeni të paqartë në lidhje me një situatë të caktuar, jeni të lirë të eksploroni, jeni të lirë të pyesni, të shikoni se çfarë si qytet. Por që në vija të përgjithshme është diçka e bukur dhe ju çon drejt fitimeve shumë të mëdha, sidomos tash juve që jeni tregtar, merrni me tregti ose me turizëm. Kjo përsa i përket ditës së shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e nuk e di, ju gjen në studim juve që jeni studenta, po ju gjen edhe në zgjidhje problemesh, juve që keni një problem të caktuar. Tani këtë problem, e zgjidhni vetë sepse jeni futur me kokë zgjidhjes, domethënë keni lexuar, keni pyetur, jeni interesuar, ose sepse keni kapur personat e dur, që mund të jetë një doktor i aftë në punën e vet, pra një specialist në punën e vet, që ju ndihmon ta zgjidhni këtë çështje. Në vit të përgjithshme është një javë që sjell zgjidhje, sjell realizime, sjell mundësi për tu sistemuar në aspektin personal, profesional dhe ekonomiko-financiar, mjafton të mos bëni gabime të përsëritura siç keni bërë më përpara, që ka të bëjë me varësitë, siç u thash. Përshëndetje shqiptari, dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri këtu nuk çfarë të them, o njerëz, do të thënë, bëj një farë periudhe që me të vërtet po kaloni vështirësi pjesa më e madhe prej jush. Ju të ditë që të fundit këto ditë edhe mund të shikoni një realizim të bukur. Ju të ditë që të parë që keni në fillim fare, aty jeni dhe ju dhe të ditë që të dytë shi konfuz keni qenë brenda këtij muaji. Sidomos në 2 javët e para të muajit, tani kthehje nga fundi duket sikur po qetësoheni dhe juve pak, por që ka qenë çik i turbullt ky muaj në përgjithësi dhe jo për keq gjithmonë, por që për t'ju treguar se çfarë bëhet, çfarë nuk bëhet, çfarë mund të arritet, çfarë jo dhe ku ju duhet të ndryshoni, të bëni ndryshime. Marrëdhëniet po ju lodhin akoma, ekonomia deri diku, shpenzimet keni pas, nuk mund të them që s'keni pas, por që keni dhe mundësi rikuperimi tani nga fundi. Sido që tjetë për parashikime personale, nuk hezitoni më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe e nisim direkt me ditën e hënë. Fat që vjen në të gjitha format, mënyra dhe drejtimet. Se do jetë përsa i përket financave, se do jetë përsa i përket punës, se do jetë përsa i përket dashurisë, çrënd si ka, një moment është, mundoni ta kapni dhe ta bëni tuajin. Ka për të ndryshuar komplet jetën tuaj. Pra, një fjalë e thjeshtë që ju e shfrytëzoni, një mundësi që duket e vogël, por që është një mundësi jete, atëherë kapeni dhe mos e lini t'ju shkojë kështu. Fati gjithmonë ju do. Mos e anashkaloni, thjesht shfrytëzoni ditën e hënë në maksimum. Një moment po them ka për të qenë, por ama mund të ndryshojë komplet jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, po pra ju tregon dhe njerë se nuk keni më kohë për të humbur, boll kohë ka humbur. Boll mundësi keni lënë t'ju iki kështu të kaloj para syve tuaja. Tani është momenti për ta kapur këtë mundësi, mund të jetë e fundit dhe nuk do të keni më mundësi të tjera realizimi si këto. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që jemi në gjyq. Pra për të gjithë juve që keni një çështje ligjore, gjyqësore të pambyllur, duket se këtu thirret seanca e radhës, kemi një përballje me ligjin, por ju që keni përballje me ligjin dhe varet çfarë vendimi do merret. Nëse jeni në proces divorci, pra këto gjëra ka dita e Mërkur, por nuk tregon se a jepet zgjidhja apo jo, apo thjesht shqyrtohet diçka. Edhe mund të zgjasë për shembull. Edhe mund të zgjatet ose edhe mund të përfundojë, por që nuk e tregon dot, nuk e kupton dot se a ka përfundim apo jo. Është thjesht një përballje, si të thuash. Është thjesht një mund të jetë edhe një debat që krijohet midis jush dhe të tjerëve në ambientin e punës, por shumë me një pronin tuaj ose me një person me cilin bashkëpunoni ose me kolegët tuaj. Çfarëdo gjë qoftë ama, nuk jep tamam zgjidhje, thjesht është tipari i ditës, si të thuash kjo, dita e Mërkur. Përsa i përket ditës së Enjte,
dita e ejte është dita që do të qëndroni shumë larg narcistëve, njerëzve që u pëlqen vetja, njerëzve që nuk të kuptojnë, njerëzve që nuk kanë ndjesi për të tjerë, po përpos vetes së tyre, kështu që qëndroni larg personave të tillë, ju bëjnë keq, kuptoni nëse keni dikë të tillë në jetën tuaj që duhet ta largoni pasi bëhet fjalë, dhe mos u bëni ju të tillë. Mos u bëni ju të tillë sepse nuk do ju dali përmirë, sidomos në qoftë se në jetën tuaj mund të ketë ardhur një person i cili ja vlen, ose në qoftë se keni ardhur te një vend pune që është gjuna ta humbisni për një sjellje të tillë. Atëherë, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që komunikimi favorizohet shumë. Nuk e dini nëse ju për shembull mund të keni një ascendent në shenjat e ajrit, por që sido që të jetë është një proces mendor ky i ditës së premte, ju ndihmon goxha të komunikoni ide, të komunikoni dëshirat tuaja, të shprehni mendimet tuaja kundrejt të tjerëve, dhe për sa i përket ose të arrini të sistemoni çështje me natyrë ligjore, në çift, për sa i përket punës tuaj, të keni ide përparimtare që ju çojnë para në kohë ose ju sigurojnë një vend më të mirë pune. Pra sido që të jetë mendimet tuaja janë shumë të rëndësishme ditën e premte, dhe mënyra se si komunikoni ato edhe mund të ndryshojë realitetin tuaj për shumë më mirë për sa i përket të ardhmes në të gjitha fushat e jetës tuaj. Kjo gjë mund të jeni madje edhe në një proces të menduarit se në punën tuaj duhet të sillni teknologji të re, të implementoni një teknologji të re, ose se duhet të blini makineri të reja për të ecur puna, ose se ka në momenti të blini një mjet të ri, ose se ka në momenti të rishutoni një kontratë të re pune, një çështje ligjore, gjyqësore që mund ta kishte me dikë, të shikoni se do vej, se do ta shikoni prej këtej në vazhdim. Po shumë po ju them kaq, mjafton të komunikoni idetë tuaja me qetësi dhe të keni të qarta, çdo gjë është e mundur pastaj dhe është e mundur në favorin tuaj për më mirë, për të qenë më mirë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do më bëni shumë kujdes nga tradhtit, goditjet pas shpine, manipulimin, dhimbjen, toksicitetin, kujdes me këto gjëra ditën e shtunë. Nëse keni vuajtur dhe më përpara nga situata të tilla, ky është momenti për t'i dhënë fund kësaj gjëje një herë për gjithmonë. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju çon përpara në kohë me dhimbje, nuk është se po e bëni këtë gjë me qejf të madh, me thënë të ecni përpara ose të sillni një ndryshim në jetën tuaj, të hapni një kapitull të ri, por sido që të jeni të detyruar, sepse më kthim pas nuk mund të keni. Pra gjithçka po ju shtyn përpara. Dhe doni s'doni, andej duhet të vazhdoni. Ndiqni rrjedhën, mos u bëni pengesë, lëreni t'ju çojë atje ku ka për t'ju çuar, mos e kundërshtoni. Kjo mund të ketë të bëjë me fillime të reja për sa i përket një dashurie që dua të eci përpara, jo se dua personi që po më vjen në jetë, por që është një mundësi e mirë që unë të eci përpara. Dashuria do vi më vonë. Me një çështje shtatzanie që nuk e keni, ka ardhur pa pritur, pa pandehur, ka kapur në befasi, por që sidosh të keni vendosur ta mbani, do dalë shumë më mirë më vonë, besoni. Kujtoni gjithë ato raste femrash të cilat mundojnë të shkretat dhe s'ja dalin dot. E gjitha që vlen për juve që jeni munduar prej kohësh të keni një fëmijë në jetën tuaj dhe ja ku po jepet mundësia, por duhet me shumë kujdes ta mbroni këtë gjë, sepse një gabim i vogël i ku mbaroj kjo ëndër. Për të gjithë juve që diku tjetër lart po e nisni jetën tuaj dhe në fillim nuk dini se keni busullën fare të orientuar, por që gjërat din më vonë më mirë, pra është si t'ju them, po vin ndryshime në jetën tuaj, ose kanë ndryshime në jetën tuaj dhe këtë gjë kuptoni shumë qartë ditën e shtunë, thjesht mos keni frikë nga ndryshimi dhe keni besim tek procesi, ka për t'ju nxjerrë shumë mirë kjo gjë. Dhe këtë gjë ta kuptoni pra pikërisht ditën e diel, pra që këtu u detyrua të mbyllit një cikël përsëri, me frikë po e rinisni të ardhmen, po e ardhmja ka për t'ju çuar shumë herë më mirë nga ishit. Përshëndetje, përshëndetje e Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që më duhet t'ju uroj një javë sa më të mirë dhe të begat. Ju të 10 ditët të fundit nuk ka mundësi të mos jeni duke analizuar një çështje pune apo një çështje kontrate të rëndësishme, apo të jeni duke diskutuar për udhëtime lart e poshtë, diçka me motra vëllezër duke zgjidhur çështje dhe situatës, apo gëzoni sepse atyre po ndodh diçka pozitive, por në përgjithësi për kontrata një herë të rëndësishme, këtu duket se fundi muajit ju favorizon goxha juve të 10 ditësh të fundit. Juve të 10 ditësh të parë akoma jeni duke zgjidhur çështje të caktuara, kjo ka të bëjë dhe me përsëri domethënë me çfarëdo lloj gjëje
ju mundonte nga e kaluara, me pasiguritë tuaja që po luftoni, me çështje të prakambetura dhe ekonomiko-financiare po dhe personale, po gjeni zgjidhje domethënë edhe ju, dhe me çështje shëndetësore, duhet të thënë kjo gjë. Juve të 10 ditë të dytë them se jeni të qetë prej këtej në vazhdim, nuk mund të them se ka ndonjë situatë që ju trysnon, me thënë të drejtën. Tani, sido që dihet për parashikime personale, ju nuk nguroni, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat. Dhe për sa i përket fillimit të javës, dita e hënë sigurisht që sjell lajme pozitive që kanë të bëjnë me punën tuaj, me objektivat tuaj që doni të arrini, me kontrata të reja sikurse ju thash, me një sipërmarrje që po e filloni tani, çfarëdo gjë qoftë kjo, mund të jetë një çështje pune, mund të jetë një investim, mund të jetë një fëmijë, mund të jetë një dashuriere. Çfarëdo gjë qoftë, është një fillim i ri, është një mundësi e realizimit dhe ju del shumë mirë. Për sa i përket thjesht kapni momentin, kapni mundësinë, ose lini t'ju shkojë kështu pa shfrytëzuar. Për sa i përket ditës së martë, akoma nuk jeni gati të merrni vendime të prera apo të vendosni të ndani mendjen në lidhje me një situatë të caktuar, ide keni plot në kokë, mundësi realizimi keni pafund, por duhet ta ndani mendjen edhe ju se çfarë realisht po kërkoni, çfarë realisht doni. Momenti është i artë. Thjesht juve ndani mendjen se çfarë kërkoni nga jeta juaj, qoftë për sa i përket punës, jetës në përgjithësi, dashurisë, pra ndajeni mendjen, mundësi ka plot. Po thjesht po presin juve të fokusoheni çfarë realisht po kërkoni dhe çfarë realisht doni dhe si doni që të realizohet kjo gjë. Atëre, për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë, o zoti madh, një kontratë shumë e rëndësishme ndoshta, një dokument që po e prisni, mund të jetë letra që po i prisni pjesa më e madhe prej jush, dhe sa që shikoni atë zarfin juve që nëse kot po them tani këtu këtë, sa që po shikoni atë letrën e zarfit, atë letrën e asaj gocës që është duke shkruar diçka, ose edhe këtë, atëherë si të thuash bëni pjesë e një komuniteti të ri, ka të bëjë me dokumentat juve që i prisni, ka të bëjë me nënshkrimin e një kontrate shumë të rëndësishme pune, lëvizjen në një ambient pune të ri me koleg të rinj, po që ju sjell shumë sukses, një punë që është nisur në skuadër që përfundon edhe kjo në sukses shumë të madh, fejesa, martesa, bashkëtesa dhe këto po sigurisht janë pjesë e kësaj gjëje, por që si të thuash arje dhe finalizohet diçka e rëndësishme, e bukur, për të cilën u lodhët shumë, por ja se këtu po ju del me sukses, ditën e mërkurë. Dhe fama juaj rritet, domethënë, fama juaj kundrejt të tjerëve, emri juaj i mirë, statusi juaj ndryshon për mirë, bëni më popullor, fama në përgjithësi. Atëherë, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju lit me shenjat e zjarit. Nuk e di për shumë nëse ju mund të keni ascendent në shenjë zjarit, por që thotë lëviz, ec, përparo, në çfarë? Çështje biznesi, sipërmarrjeje, çështje fëmijësh, çështje iniciativash, çështje që kanë të bëjnë me udhëtime, me çështje ligjore, me zhvillimin tuaj intelektual dhe profesional, çfarëdo gjë qoftë, ja ku e keni dhe është në favorin tuaj, çfarëdo gjë ju lidh me çështje të tilla është e zgjidhshme dhe është e arritshme, kështu që shumë bukur dhe dita e enjte. Për sa i përket pastaj ditës së premte, duket sikur po rilindni, duket sikur ai dimri i acarte dhe i vështirë ka kaluar, po kalon avash dhe ju jeni me të vërtet duke e parë jetën tuaj të lulëzuar, të rikonstruktuar dhe thjesht po ktheni një faqe të re, një kapitull të ri, i cili ka për të qenë shumë domethënës, po dhe shumë i bukur prej këtij në vazhdim. Pra rilindje, sjell dita e premte ose që ta themi dhe në një kuptim tjetër, mund të jetë zgjidhja e një problemi që keni pas shumë të rëndësishëm, i cili duket sikur ju jep ndjesinë se keni lindur edhe një herë. Sidomos nëse ka qenë çështje shumë e vështirë që nuk mendoni dot edhe se do të zgjidhej ndonjëherë. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme. Duket sikur këtu vendoset e ardhmja juaj, jo duket sikur, po vendoset e ardhmja juaj. Pra, në varësi të vendimeve që do të merrni, përcaktohet edhe e ardhmja juaj prej këtej e në vazhdim. Nuk mund t'ju them se cila rrugë është ajo që duhet të zgjidhni, ato ta vendosni vetë, dhe t'ju them vetëm se mjafton të merrni një vendim. Pra, rëndësi nuk ka se çfarë zgjedhje do të bëni, rëndësi ka që thjesht të zgjidhni, të merrni një vendim kaq. Dhe çdo gjë ju del me sukses. Pra win-win situation, situatë që sido që të jetë ju del mirë, nuk ju del keq. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel, wow. Po kur sa që shikoj këtë letër o zoti ma them, lum ai që e ka fat dhe që me të vërtetë e ka fat në jetën e vet. Kjo është një mundësi që njerëzit të vjen në jetë. Tani,
ju ka dalë shumë prej jush shumë herë dhe varet se çfarë mundësie ka qenë. Por pjesa më e madhe nuk kanë sy ta shohin. Pra se të thuash është një moment manifestimi, diçka që ke kërkuar prej shumë kohësh dhe ja ku manifestohet, pra të vjen si dhuratë nga universi dhe nuk ka burr nëne në botë që të mund ta aprishi këtë gjë. Të vetmi që mund ta shkatërroni këtë moment jeni ju. Dhe unë gjithmonë këtë frikë kam tek ju, se ju jeni shumë katror, dhe analizoni shumë dhe nuk jetoni momentin, nuk jeni spontan. Kështu që ju lutem shumë për këtë mundësi që ju vjen ditën e dihet dhe që është një mundësi një herë në jetë, mundoni ta kuptoni që është e vërtet, mundoni të keni besim tek momenti dhe çfarë të them. Dhe ndryshon komplet jetën tuaj për mirë, për shumë mirë. Çfarë mund të jetë, çfarë do të gjejmë këtë, një dashuri e re, një kontratë pune, një rastësi momentale që ju sjell nuk e di një fitim shumë të madh, një fëmijë që vjen jetën tuaj pas shumë përpjekjesh dhe shumë vështirësish. Çfarë do të gjej qoftë është e re, një dashuri, siç e thash, është diçka që një herë të vjen në jetë si mundësi. Mundoni ta kapni, mundoni që vërtet ta shfrytëzoni. Kaq nga unë. Përshëndetje një ujori dhe ja ku më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe ja ku jam dhe unë përsëri këtu për ju për të analizuar ditët e javës, pra gjithë javën që vjen prej këtej në vazhdim. Nuk kam fjalë të këqija për t'ju thënë, për jashtëve të ditës të parë që keni pas dhe shpenzime këtë muaj dhe jeni trysnuar pak me ato financat tuaja, po dhe me çështje personale që duhet i zgjidhni dhe profesionale gjithashtu, prapë gjët po ecin mirë. Juve të ditës të dytë keni mundësi realizimi këto kohë, prapë edhe juve nuk po ecni keq. Ndoshta ato 2 javët e para të muajit kanë qenë pak trysnuese dhe pak çorientuese në lidhje me ku e ardhmja po ju çon, por duket sikur prej këtej në vazhdim gjërat po ecin, po marrin një farë drejtimi në të gjitha fushat e jetës tuaj, do thosha. Për sa i përket ditës së tretë, dhe sidomos juve që keni lindur edhe nga fundi i ditës së tretë, them se këtu kemi mundësi shumë të mira realizimi në përgjithësi edhe ju. Sido që të jetë për sa i përket parashikimeve personale, pra për të rezervuar takimi tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, ndoshta nis dita e nesërme me vështirësi, me bllokesa, me vonesa, me anullime, por kjo nuk është për keq, kjo është moment reflektimi. Ndoshta është në favorin tuaj të tipit po të realizohej kjo gjë që dukej sikur ishte diçka e bukur, ju mund të humbisni një mundësi tjetër më të madhe. Pra, duhet të kuptoni që jo gjithmonë diçka që vjen si pengesë është për keq, mund të jetë edhe për mirë, që ju të reflektoni dhe të shikoni dhe mënyra të tjera realizimi, ndoshta të kuptoni që kjo gjë kështu e 4 kohës, mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë një bashkëpunim, mund të jetë një përpjekje juaj për të realizuar diçka që gjithmonë ju has në pengesa. Atëherë ndoshta po ju tregon momenti se nuk është tu realizimi juaj. Por edhe në qoftë se vjen si realizim, që ka shumë gjasa të luftoni për diçka ditën e për të arritur një marrëveshje, për të arritur një konkluzion, për të bindur dikë të bëj diçka për ju ose ju për atë, në fund aq të shkojnë mirë do të dini ose aq të lodhur do të dini nga gjithë ky proces, saqë do mendoni seriozisht a ja vlen, okay, arrit apo a ja vlen ta çoj më tej, kështu që reflektoni mirë për sa i përket ditës së hënë, a ja vlen apo nuk ja vlen, a duhet apo nuk duhet, apo mos ndoshta diçka më mirë po vjen edhe le të stopojmë dhe un pak, mos ta marr shumë seriozisht gjithë pengesën dhe mos realizimin. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë tregon shumë qartë që jeni çik në botën e ëndrave të çuditërave dhe ju dhe dëgjoni pak dhe çfarë të tjerët po ju thonë. Domethënë merrni pak parasysh edhe mendimin e të tjerëve, sepse mund të jeni duke bërë një gabim të madh vërtet. Dhe mund t'i kushtoj pak më vonë ose diçka po e shikoni thjesht në aparencë dhe nuk po e shikoni si thelb. Kështu që mundoni gjërat të shikoni ashtu siç janë dhe jo ashtu siç doni ju që të jenë. Kujdes pra me diçka që mund të jetë një ofertë pune, mund të jetë një propozim që u bëhet për sa i përket punës, mund të jetë një investim që doni të bëni ose mund të jetë një investim në financa ose mund të jetë edhe një investim në dashuri. Diçka nuk po shkon, diçka nuk është tamam ashtu siç duket. Ose ju doni ta shikoni ashtu si doni ju, pa marrë parasysh thelbin e gjës. Tu hyn të tjerët edhe dëgjojni sepse ju nuk jeni me sa po shikoj tamam të kthjellët, të tjerët janë dhe mund t'ju këshillojnë më mirë. Sidomos po flasim për personat tek të cilët keni besim. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë pune dhe ditë e cila kujton dhe një rutinën e jetës tuaj, të cilën nuk e duroni dot dhe që doni të bëni ndryshime, por nuk dini se nga t'ja nisni dhe ku ta bitisni, me thënë të drejtën. Por që prap ju e keni në dorë.
çfarëdo lloj gjëje është e lodhshme, çfarëdo lloj gjëje është e përsëritur, çfarëdo lloj gjëje ju lë aty dhe nuk ju ndihmon të zhvilloheni më tej, duhet ripar, analizuar dhe dhënë një drejtim. Në të kundërt, thjesht pranoni situatën siç është dhe mos u ankoni, po thjesht vazhdojeni kështu si e keni nisur. Për sa i përket ditës së enjte, duket sikur është e kohë të insistoni për të vazhduar një marrëdhënie e cila thjesht nuk mund të vazhdojë, duhet i thoni miru pafshim kësaj gjëje dhe të bëheni gati për diçka të re. Pra, thjesht vazhdojmë përpara. Diçka mbase nuk realizohet, mos na prish punë sepse mund të gjejmë mënyra të tjera realizimi plot. Kështu që mos u mërzisni nëse një lidhje tek e cila kishit shpresa nuk mund të eci, sepse mund të dalë diçka, mund të jetë, sepse duhet të dalë diçka më e mirë ose diçka më e mirë ju pret pas një dere tjetër. Kështu që ecni përpara, vazhdoni përpara, është momenti juaj për të realizuar sido që të jetë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte ju thotë që ky është momenti juaj, ose keni besim tek procesi, siç ju them, prandaj po ju them, lëreni, nëse po nisni diçka që nuk do ju eci siç mendonit ju, mos u mërzisni. Duket se ka diçka më shumë, prandaj nuk po ecën, ndoshta sepse e ardhmja juaj është diku tjetër që ju për momentin nuk e shikoni dot. Dhe do ndodhi në këtë moment që është është momenti hynor i realizimit të gjërave. Çdo gjë ka momentin e vet. Dhe ju këtë gjë ta kuptoni ditën e premte. Arsyeja pse disa gjëra nuk ecën, pse duhet të ecën në një mënyrë tjetër. Është se çdo proces ka momentin e vet. Ju thjesht keni besim te ky proces dhe nuk ju del për keq. Për sa i përket ditës së shtunë, për çështje ekonomish, financash, çështje ligjore, gjyqësore, administrative që kishin ngecur ose për të cilat do të mundoheni edhe një herë ti realizoni, duket se ju del me shumë sukses, për të gjithë juve që keni një rutinë të lodhshme ditën e shtunë vjen edhe shpërblimi dhe në përgjithësi për ju që keni pas dhe probleme ekonomiko-financiare apo dhe me shëndetin tuaj, zgjidhje ka. Për një dashuri, pastaj çështje dashurore, personale, për të cilën jeni lodhur, strapacuar, po mundoheni akoma, mund të kuptoni që personi tjetër është çik egoist nga natyra e vet edhe do ta keni të vështirë, por mund të realizoni diku tjetër. Kështu që prapë të ta prish punë. Për sa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel pikërisht në ato momente që jeni të lodhur duke u përpjekur, duke u munduar për të sjellë ndryshimin, për të pasur diçka të bukur, për të arritur suksesin, suksesi vjen, atëherë ku mund të prisni. Shumë i bukur është. Ku ju gjen? Atje ku ju keni më tepër nevojë për sukses, për realizim, për disa det shëndeti, për disa financat, për disa dashuria, për disa puna, çfarë ka? Ajo çka keni kërkuar për të manifestuar, manifestohet, por në atë moment që e prisni më pak. Kështu që keni dy momente aty që ju thonë, keni besim tek procesi dhe nuk ju del keq. Dhe për çfarëdo gjë po nisi tani dhe e nisi me shpresa të mëdha, nëse nuk realizohet, punë e madhe do ketë mundësi të tjera realizimi. Sidomos për sa i përket punës, që të pa me rutinë të vështirë, sidomos për sa i përket aspektit të financave, që prishet një marrëveshje, po s'ka gjë se arrit diçka tjetër, por dhe për sa i përket dashurisë, që punë e madhe nuk ecën diçka, po keni mundësi të realizoni diku tjetër, ndoshta edhe për më mirë. Dhe ku mbërritëm tek shenja e peshqve, të dashurit e mi peshqit e mi të vuajtur, jo të gjithë, sepse kemi dhe nga ata që janë din vetë se çfarë janë, por që kanë fjalën për ju të dashurit, për ju që sakrifikoheni për të gjithë dhe aty e pësoni vetë. Çfarë të them tani? Për të ditë që të fundit po vin ai suksesi shumë pritur, zhbllokimi shumë pritur, arritjet e mëdha. Sigurisht kjo shoqërohet me një emotivitet shumë të lartë, me thonë, me keqardhje do të pranojmë që diçka ka mbaruar, po punë e madhe se arrijen gjëra dhe më të mira dhe më të mëdha pak më tutje, me shpërblime, me vlerësime, me arritje në përgjithësi. Ju të vjedhishit të fundit fare, pra satuni po ju shpërblen. Për gjithçka e keni bërë në mënyrën e duhur. Juve pastaj që keni gabuar, edhe ju merrni mësimin tuaj, për të paktën ju bëhet mësimi prej këtej në vazhdim. Për ju të vjedhishit të parë, çfarë do them tani për ju të vjedhishit të parë? Aty edhe ju duke reflektuar, duke u munduar për të arritur gjëra, për të sistemuar situatën në jetën tuaj, për të riparë dhe një gjëra të cilat duhen riparë dhe në dashuri dhe në financa dhe në punën tuaja. Për të vjedhishit të dytë, duket se nuk ka ngjarje më prej këtej në vazhdim të cilat ti kemi qoftë të mira apo të këqija, jemi diku aty midis, në mes. Për të rezervuar takimin tuaj në privat,
Nuk hezitoni e dini vetën, ja keni mësuar, besoj që më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 për të rezervuar këtë takim dhe përsa i përket ditës së nesërme, ja ku jemi. Dashuria triumfon, ose zgjidhja triumfon, ose fitore përsa i përket vështirësive që kaluat dhe nuk po flasim për një vit e për dy, po flasim për shumë vite të mbledhura së bashku. Por, si do që tjetë, për një çështje që ka të bëj me mirëqenien tuaj një pikë së pari, me paqe që bëni me veten tuaj, arrini më në fund të bëni paqe me veten tuaj. Por një çështje që ka të bëj me financat, me dashurinë, me të ardhmen tuaj, çfarë do gjëje nënkupton kjo gjë? Kudo keni pasi vështirësi apo një ngësht të caktuar, ja ku zgjidhet dhe nuk keni më për të parë situata të tilla në jetën tuaj, nuk do përsëriten më ato vështirësi që keni pas. Është një ditë lumturie, është një ditë realizimi, është një ditë suksesi. Kështu që çfarë të themi, lumsi ju që do e keni fatin e kësaj gjëje. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se që të keni sukses në jetën tuaj, në punën tuaja, në një dashuri të re që keni nisur, në një martesë, në një çfarëdo gjë qoftë, duhet të dini të përshtateni në këto kushtet e reja të jetës tuaj. Kush do di të përshtatet siç duhet, ai do të ketë edhe fitoren më të madhe. Nuk po them këtu të humbisni veten gjatë procesit, domethënë të harroni veten tuaj se kush jeni, sepse thjesht do të bëni pjesë e një shoqërie, një familjeje, një marrëdhënieje, po them që thjesht këtu përshtatja nënkupton harroj çfarë bëja më përpara, domethënë ndryshojnë fazat e jetës, nuk jam më vetëm, nuk jam më adoleshent, jam i rritur, jam përgjegjshëm, nuk jam beqar, jam në një lidhje serioze që duhet ta shikoj të eci përpara. Kështu që për të gjithë juve që do dini të mbani përgjegjësitë tuaja, vendin tuaj dhe vlerat tuaja ashtu siç duhet, atëherë gjërat të shkojnë shumë mirë. Por që çelësi është tek përshtatja. Çfarëdo gjë situate është pune, dashurie, financash, nuk e di, është një situatë e re që është krijuar në jetën tuaj dhe sa më mirë të dini të përshtateni, aq më mirë dhe ju shkon. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju thot dhe ju tregon shumë qartë, sepse ju të fillon aty keni doni të ndihmoni të gjithë, por që dikush po munduhet t'ju mashtroj, t'ju gënjej, ose t'ju shesi diçka që nuk është e vërtet, flasim për një realitet që ju del me shumë humbje, ose po munduhet t'ju keq orientoj për përfitim personal, ose vërtet po i fut duart në xhepin tuaj, në portofolin tuaj dhe po ju lë bosh. Pra kujdes nga të gjithë ata që duan t'ju bëjnë keq, ose duke ju çorientuar, ose duke ju shprogramuar, ose duke ju shitur gjëra të cilat nuk janë të vërteta, informacione të reme, ose sepse thjesht po ju vjedhin ekonomiko-financiarisht, ose në dashuri pastaj e kuptoni shumë qartë se si vete. Mos lini më persona të tillë t'ju shfrytëzojnë. Kujdes pra me ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ditë pushimesh, pra ose keni programuar të shkoni diku, ose kjo diçka ju del kjo pushimi, domethënë diku, ju del pa pritur. Por që sido që të jetë, ose po planifikoni udhëtim që do e bëni së shpejti, ose thjesht është ditë që po udhëtoni, por që ka për të qenë një moment që do ta shijoni jashtë masë shumë dhe nuk i dihet se çfarë ndodh në këtë udhëtim. Edhe mund të njihni me personetës tuaj, edhe mund të ta shikoni të ardhmen tuaj me tjetër objektiv, edhe mund të frymëzoheni për të nisur diçka tuajën duke parë se si gjërat funksionojnë jashtë, ose mund të, nuk e di, të zhbllokoheni emotivisht, ose të arrini të spiritualisht të elevoni jashtë masa shumë, ose nuk e di se çfarë do sjelli, po sjell diçka të bukur. Pushim fundja. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte vendos themelet e diçka të re në jetën tuaj, ose në qoftë se sapo keni nisur diçka, qoftë marrëdhënie të re, qoftë bashkëpunim të ri, qoftë jeni vendosur në një vend të ri pune, duket se kjo është krijuar me themele të forta, e ka strukturën e fortë dhe ka për të vazhduar shumë mirë. Dhe keni për të parë këtë gjë shumë shpejt. Aty nga dhjetori, për shembull, keni për ta parë se ku ju çon realisht tani kjo gjë që po krijohet. Ose është krijuar. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju jep mundësi të ishte qafe çfarëdo gjëje duhet të hequr qafe dhe se keni bërë ende. Qoftë kjo një person apo kujtimi i një personi, qoftë një frikë pa siguri që keni mbajtur dhe nuk ju ka lënë të zhvilloheni, qoftë shpresa se diçka do ndodhte por që dini shumë që nuk do ndodhi. Tani nëse keni programuar, keni mbyllur një sallën e operacionit për një ndërhyrje të caktuar, atëherë
ju del shumë mirë kjo ndërhyrje që do të bëni. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel shumë bukur jep një mundësi të dytë realizimi, sidomos juve nënave që doni të bëheni nëna, por kujdes nuk ka për të qenë lehtë, dhe është mundësia e fundit që keni. Një mundësi që doni të jepni një personi, mund ta bëni këtë gjë, por çfarëdo lloj gjëje që rinis, që është një mundësi e dytë edhe në jetë, është e fundit. Nuk mund të keni më shumë se kaq. Okej, do të thënë, çfarëdo lloj gjëje qoftë që po jepet mundësia ta rikeni, rishikoni, riafroni në jetën tuaj, është mundësia e fundit. Bëjeni që t'ja vlej. Në qoftë se njëra nga të dyja palët nuk rezonon në të njëjtën mënyrë, atëherë ashtu siç nis, ashtu dhe përfundon. Dhe është edhe fundi, kujdes.